Një zgjedhje. Po qka kanë me humb këta mo? Këta jënë humbsa. Këta mundën veç me fitue. Jo bre, a kanë humb me 55 a me 60, kjo ka marrë tëna pozicionet shtetërore. E qka po thani ju? Qka po ju vynë me qenë, po këta heq mos të rrinë aty parlament. Le të lëshoj parlamentin. Po qka ka lidhje brapi merë mo 60 a 55 në qëfë se i merë zanë. Ata që hinë me garu, veç ata që merën me sport e din. E ke kundërshtarin për para, ki me luftu deri në fund. Edhe këta le të bojnë luftën në mënyrë dinjitoze. E jo, që edhe prezidentin, që edhe këto, për le t'i bashkangjitën vetë vendosjes, nuk ka bredha ajo problem. E kena një partijake, pëse që ka lidhje, kanë qeveris njerë këta, vetë vendosja rrip se këta tjerë kanë qeveris keq. Se së shenë rrit ta ka që shumë. Nuk mundëm na me lonë vetë vendosje për rritët. Vetë vendosja rrit mbi që ato gabimet e 20 vjeqarit të cilat i ka bo i shopozita. A ti thua gabim me zxedh, për shambull? Po, gabim Arbenash. Mirë, kjap një informacion, nëse mund 2 minutat, 10 sekundat t'jem në dalje. Kam parë një matje shumë serioze, dhe kur them serioze, vë gjithë kredibilitetin tim, natyrisht, si gazetar. Në të. Dhe në pyetjen për shembull, nuk dua të merrem me telashet që i ka LDK-ja, se deri të shtunën kur t'i shohim atje gjitha telashet e reja që të ndodhin. Por në një pyetje ishte shumë interesante në atë matje që pash. Tek respondentët, të cilët në pyetjen kë keni votuar për 28 dhjetor, thonin që kanë votuar LDK-n. 70% e tyre, në pyetjen e dytë, a jeni të kënaqur me punën e Vjosa Osmanit, thonin po. Që i bie, 70% e votuesve të vetë vendosjes sipas kësaj matje, mund të më lini mua në dalje e zonë Hajdari, se isha duke dhënë informacion, faleminderit shumë në kjo. Që i bie, 70% e respondentëve, të cilët kanë thënë që kanë votuar LDK me 28 dhjetor, ishin të kënaqur me punën e zonjës Osmani. 90% ishte numri i respondentëve të vetëvendosjes. Që ta dini, nëse ju vjen informacion tjetër, dhe 23% në respondentëve të PD-kos. Unë pas më herët këto logjika. Krejtë është në rregull. Krejtë është në rregull. Askush nuk vetë nuk dua të hyj në telashet e LDK-s, por besoj se kjo është lajm interesant për gjithë kandidatët e mundshëm në LDK. Nëse kishte me pas matyri politike për anës vetëvendosjes, nuk është vetë çështja e zgjedhjes presidentit. Presidenti është domethënë një nyje që është ka për momentin. Çka dua të them zonja Ajupi, është nëse 70% e elektoratit aktual të LDK se duan Vjosa Osmanin, paramendojeni po të shkojmë në zgjedhje duke mos e votuar Vjosa Osmanin LDK. Me lutje edhe që të kartën e fundit se kalojmë prapë zgjedhje. Po s'ka bre lidhje Fatima Heq, mos te kalojnë, le të përgatiten 4 vjet. Kujdes për grekëve dhe kur bojnë dhurata. Unë LDK si kisha thonë kujdes për analistëve kur ju japin këshilla. Jo, na nuk japim këshilla, Fatime. Na kërkojna. Na Fatime nuk e lujna militon t'i këtoni ju ka dhu që shme bu. është demokratike nëse vendosin më smenejt, pavarësisht që vendimi gjykatës për mendejt. Qysh dojnë dhe veprojnë. Qysh ta në qëmë dhe janë qëfë se do stabilitet për këtë ven e